Përshëndetje të dashur miq, vazhdojmë emisionin e radhës Starks Servin Hope apo yjet japin shpresë. Tashmë dini ky nuk është më thjesht një emision, është thirrje për veprem si dhe një dëshmi që kur bashkohen forcat mund të sjellin ndryshim. Kështu që ne tashmë do jemi çdo javë pranë një familje në nevojë. Dhe këtë javë emisioni ton apo misioni ton ka vendosur të bashkohet një nga prezantuesit më të dashurat e ekranit televiziv shqiptar, Blerona Zeqiri. Blerona, mirë se erdhe. Kënaqësi që t'jemi. Dashur, faleminderit shumë për ftesën. Kështu që shtoj edhe jam jashtëzakonisht e lumtur në fakt që më ke bërë pjesë të këtij misioni, të përgëzoj shumë ty edhe gjithë stafit për këtë iniciativë që në fakt e kom ndjek edhe me shumë këshëri episodin e parë, një diçka që i ka mungu mediave në kuptimin e të thënurit publik, sepse ndoshta gjithë ne japim gjithçka nga vetja për të tjerët edhe jemi gjithmonë shumë të gatshëm si popull e kemi dëshmuar ndër vite që jemi solidarë dhe human, mirë po një projekt i tillë, një mision i tillë, pak menaxhu nga gjumi ajo apo nga ajo letargjia që ndoshta mund na ketë kap në dinamikën e jetës. Kështu që jam shumë e lumtur që më ke dhënë këtë mundësi sot që sadopak të bëjmë për një familje. Sigurisht kjo është veç një pikë ujë ndoshta në det për ato se çka ka nevojë këto familje. Çdo herë jam e gatshme. Jo rastisht kemi vendosur zgjedhim ty sepse duke i ditur që ti shumë shpesh dhe gjithmonë ke qenë pranë familjes në nevojë përmes emisioneve të tua, edhe nga njerëz të ndryshëm me hallë, me probleme të ndryshme. Bleron, çat ka shtyr kjo që ti gjithmonë me ju gjend familjen në nevojë, edhe ndoshta ki pak më shumë eksperiencë se sa ne, sepse ne kemi nisë vetëm fillimin edhe mendoj që pak, por edhe me pak mund ndërrojmë buzëqeshje. Në fakt, rruga në gazetari edhe televizioni, gjë që është një prej arsyeve më të mëdha dhe më të bukura që mu më bojnë me dashur këtë punë, është që t'jap mundësi me pa për te atyre xidzave, për te dritave që i ndriçojnë skenat edhe grimit të tepruar të personazheve publike që lumë si na që i kemi, sepse e bojnë normalisht diferencën edhe është një sferë që i duhet shoqërisë, por gazetaria dhe televizioni më ka mësuar me pa që ka shtëpi që shkojnë në gjumë të rritun, ka fëmijë që nuk munden dot me ndjek klasët e tyre. Ka familje që ndoshta psojnë edhe me fatalitet me jetë pikrisht për shkak të mungesës së gjanave elementare, smundjeve që munden me u kriju në mungesë të ushqimit të duhur, në mungesë të pastërtisë apo edhe kushteve klimatike që e dim na jemi vend që rishtas kemi dalë prej luftës edhe me dojmos që nuk besoj që dikush mundet me qeni habitun, se nga njëherë krijohet kjo përshtypja pse ka në Kosovë njerëz të varfër, ka se jemi hala shtetëri edhe ka hala familje që nuk e kanë mbështetjen as pari prej dorës kryesore që është shteti që duhet me bo për secilën prej këtyre familjeve në bazë të sektorëve ku përkasin janë familje sociale, janë persona me aftësi të kufizuar që s'munden me siguru të hyra përmes punës. Kështu që unë në fakt me krejt programet e mia kom rastis që me taku edhe këso njerëz, kom rastis me taku fëmijë apo edhe të rritur që jetojnë rrugëve, që jetojnë vetëm, edhe në fakt krejt çka presin është pikrisht kjo që ti ke bo. Presin dikush me shku, ja hap derën edhe qoft me ja qa hallin edhe me qenë një derë që i hapet prej dikujt që të paktën e nis një iniciativë tjetër, një zinxhir që duhet me e bërtit me të madhe se cili prej neve. Absolutisht, po them që duhet pak me bërtit me të madhe, sepse edhe ne kur e kemi fillu, nuk kam qenë ndjeni ndoshta shumë saktësisht për gjendjen reale të cilën po gjendemi në terren, por që kisha dashur me të pyet, a ka ndonjë rast që e cilëson gjatë karrierës apo gjatë jetës tënde që të ka prek shumë thellë emocionalisht, ndonjë smundje, ndonjë person, ndonjë rast, ndonjë familje? Tash që po më pyet, shkoj me një herë në memoria në plot ngjarje. Sidomos ndoshta këto 2 vitet e fundit, kom rastis me i taku plot, edhe me i dëgju plot rrëfime të tilla që
ta coptojnë zemrën, edhe ndoshta kjo ana profesionale jona të bën që me kry punën pa ndërprej agjërimin, edhe më mundu me i përmbajt lot që gjithmonë për mu ka qenë shumë e pamundën. Ka shumë raste, kom taku zonja që luftojnë me kancer prej vitesh, edhe që ndoshta kanë kalu deri në 25-30 operacione, dhe në fakt për çdo muaj ato sa herë bin gjumë luten me mujt me jetu veç edhe një muj. Pse edhe një muj që me mujt me i siguru të hollat që janë mira euro për me e kry terapinë e radhës. Do me thonë ka njerës që bin gjumë për me u lut me i siguru ato të holla. Ka nona në fakt që luten me ardh dikush edhe me ju sjell pak bukë për fëmijët e tyre, që ata mos me qajt gjithë natën pëse s'kan qka me hongër. Kom dëgju shumë rëfime që në fakt tash kur po pyet na direkt, po kom shumë probleme i nda, po, prej smundjeve matronda e deri tek një jetime që rrit jetim, kom rastis me taku, jo mundu që përpos anës mediale me i dhonë hapësirën edhe me qenë emisioni, programi, vendi ku njerëzit që janë human, solidar, ta thrasin edhe t'i ndihmojnë me atë sa munden, por normalisht edhe kom qenë gjithmonë i thara asaj që këtë ndihmën tem personale prej shpirtit me e bu në heshtje, por kjo prap nuk më shtyu me thonë jo për më konë sot këto, sepse pajtohna shumë që ne si personalitete publike e kemi një obligim për te aty në dzizave të skenës. Po, sa mendon për shembull që ftyrat publike, njerëz me influencë, njerëz të rëndësishëm të skenës publike shqiptare, që duhet patjetër ndoshta të bashkojmë zërin në një dhe përveç dashamirësisë dhe publiku që neve na ka dhënë ndër vite, mendoj që është edhe një obligim moral që ne me përdor zanin ton edhe me dal pranë këtyne familjeve në nevojë. Sa ndikon një personazh publik në informimin dhe rrjetin më të gjerë të popullatës, sepse ndoshta për shumë familje, ndoshta shumë njerëz nuk janë në dieni. Sigurisht që ndikon, patjetër që ndikon, unë thashë kemi obligim që secili prej neve, jemi personazhe që përpos që ja kemi bu mundin asaj ku jemi sot edhe që e gëzojmë sot në një pozicion në shoqëni, dikush në muzik, dikush në gazetari, dikush në film, sigurisht në krejt, besa edhe sportin, në krejt, nuk po ndaj asnjë prej fushave. Është obligim dhe unë mendoj shumë që njohim të gjithë njerëz që kanë qenë të gatshëm ndër vite, janë personazhe të njohura, me qenë se ata kanë arrit me influencu të tjerët edhe ata arrin që brenda fotografie të tyre të thrasin masën për me qenë një koncert tyre, në sigurisht që ata munden me thirr për ndihmë për njerëzit në nevojë. Edhe mendoj se si shoqëni apo si Kosovë, personalitetet tona publike e bojnë këto, e bojnë në bazë aditore, dikush mund ta bëj krejtësisht në heshtje, vetëm për atë çka e ndjen nga brenda, dikush mund ta zgjeroj rrethin edhe të bëhet ashtu siç ke marrë ti iniciativën, sepse në fakt kur flasim për personalitetet publike, ti je një prej këtyre personazheve. Ti je një prej këtyre personazheve që ke prek skena edhe projekte të mëdha filmike, për shembull, në një shtet tjetër, në një kinematografi siç është ajo e Turqisë, që është tejet e suksesshme ndër vite. Dhe ti fare mirë ke mujtë sot me qenë atje, duke vazhdu punën tënde, mirë po ti ke dashur që patjetër brenda 365 ditëve të vitit me i kushtu vendit tënd edhe familjeve që flasin shqip edhe thrasin shqip për nevojë. Atëherë e përmendë pak fëmijërinë tuaj, si ka qenë fëmijëria juaj apo cilat kanë qenë vështirësitë në karrierën tënde, sepse gjithmonë po flasim nuk është gjithçka ato dritat që i shohim, dhe ti e ke filluar karrierën televizion qysh se fëmijë, kështu që cila ka qenë ndjenja ata vështirësitë që e përball? Unë jam rrit po e përsëris në një familje të shoqërisë tonë që
punojnë prindrit edhe rrisin dy fëmijë. Dy fëmijë në këtë rast njëra unë e vogla që hajde përpos shkollës po e ka një dëshirë të madhe për televizionin. Sigurisht edhe për shkak mundësive, po edhe për shkak të edukatës, jo se nuk kanë dasht, po aq kanë qenë mundësit. Familja ime ka qenë duke shku në shkollë, e kujtoj e kemi pas një kënd aty te dhoma e ndajës në shpe, si me thonë kjo këtu, edhe gjithmonë dy anët kanë qenë pare që na i kanë lënë për të nesërme në punë. Pak për motrën, e cila është më e madhe, e mu vi ke i natë pësa jo 2 euro, e unë e veç 50 cent ose 1 euro me raste. Po besoj shumë që krejt prej gjeneratave tona, ka që kemi pas prej familisa, sepse na po e tregojmë një realitet që dikush as ato nuk i ka. Kështu që familja jem ka qenë kjo, rritun me plot edukat, me ato mundësi, po e rritun mes shumë lodhve të një fëmije që kërkan me bleni një lodër, por që mundësit nuk janë, një fëmije që dënë me dalë, me shku në pushim ma shpesh, po që nuk janë mundësit, ato që kanë qenë sigurisht, por nuk mbojnë me uni as pak e dëshprume në fakt kjo familja, janë bën me uni shumë krenare, sepse jam rrit aty ku është dasht me kuptu çka do me thonë mos me pas, edhe çka do me thonë me punu për me pas, jo veç me i prit me të ardhë gatshëm. Kështu që kjo ka qenë familja jam, mandej sigurisht ka edhe plot histori të tjera, po me kaq po i kujtoj këto momentet. Karriera në televizion? Karriera në televizion si sfidë në vete. Si e vogël shumë. Shumë e vogël, fëmijë tipik me 14 vjetë. Një vajzë që hyri në një prej televizioneve më të mëdha. Dhe me ndikim, absolutisht. Më të mëdha dhe më me ndikim në vend që vazhdon të ketat ndikim dhe që mua sa herë shoh si logo m'jep një dashni dhe një emocion po të njëjtë sikur ditët e para kur nisa aty. Një fat shumë i madh për mua që aty gjeta pa diskutim njerëz më të rritur në moshë, gjë që mua më dha një lloj kryqëzimi, u gjinda përmes 2 zgjidhjeve, a duon me qenë ajo vajza 14 vjeçare që bën ato muhabetet me vajza pas shkollës, apo duhet me dëgju këta të rriturit çfarë muhabete po bëjnë edhe se cila është ana profesionale. Edhe sigurisht një farloj drejtimi të imponuar, duke qenë aty për çdo ditë, mu dash ta marr që unë të vazhdoj këtë rrugtimin profesional, për cilën jam shumë e lumtur, kam taku njerëz që më kanë formu edhe nga ana pa diskutim përpos anës profesionale, por edhe nga ana si individ, si një person që dikush mund t'ja numroj sot 2-3 veti të mira. Absolutisht. Unë e di që ti gatuan shumë mirë, kështu që unë kom pas rastin me i provu shumë ushqimet e tua, kështu që ne përveç kësaj sot do të gatuajmë ushqime dhe sigurisht në familje që do ta vizitojmë sot, me të vërtetë është në kushte shumë të vështira vleron. Përveç kësaj ne do t'ja sigurojmë edhe ushqimin të paktën për një muaj që ata ta kenë dhe normalisht që shpresoj që kësaj thirrjes tonë kanë mjë bashku edhe shumë njerëz të tjerë, po ndalim tek gatimi, gatuan shumë mirë, kështu që a e ki vështirë kur, sepse sot ne do të gatuajmë për një masë më të madhe, nuk jemi si që mësu ndoshta më pak njerëz. E vërtet, shumë prap nuk mundem pa të falenderoj që herë që po ma jap këtë mundësi, të paktën me taku atë familje edhe me këto mundësi sa janë përmes këtij misioni të andin, kur e dim që një muaj një familje të paktën këtë çështjen e ushqimit do ta ketë të zgjidhur, e kam përshtypjen sikur edhe gjumin një muaj mundemi me bo pak më rehat, por gjithmonë duke kërkuar edhe të tjerët me u aktivizu në këtë nismë. Ushqimi në fakt, nëse faleminderit që po më gatuj mirë. Duke që i kom gjo pak nanës të kjo dëshira për ushqim, ani pse nuk e kom provu deri vonë,
e kisha pas kështu një farë lloj talentit fshehur që nuk e kam ditë më herët, nuk e kisha zbulu më herët, sepse tonë thiri nevojës për me zbulu ca gjana, edhe unë kur u gjinda në disa momente vetëm, thash okej, jam rrit tash, edhe në fakt në dinamikën e punëve tona e dim sa pak kohë kemi për me gatu në shtëpi, po jam prej atyre njerëzve që ndoshta me 2-3 përbërës e shpik një recet që përfundon me qenë me shijet mirë. Normalisht kom gatu për meq, për familjar, në numër të vogël, do t'jetë sfid kjo, po hajde, besoj edhe mendimën tonë do ja dalë. Po, bashkarisht ne do t'a provojmë, kështu që ne do t'filloj me nxjerrë gjanat e tona, kështu që gradualisht. Normalisht do mundohemi Bleron me qenë edhe të kujdesshëm në paraqitjen e ushqimit. Që ne do të fillojmë bëhemi gati dhe pastaj shikuesit do të kenë mundësinë ta shohin finalen. Dhe ja ku jemi në fazën finale duke përgatit ushqimin, Bleron të lupshin duart, faleminderit. U munduam që mos ta ekspozojmë shumë ushqimin. Totalisht e mirë kuptueshme. Dhe faleminderit shumë që gjete kohën dhe sot që ta morëm një ditë të tërë që të na bashkangjitesh sot, kështu që si suksese në rrugtim edhe llogaritën e ndihmën time edhe prapa kamerave, jo vetëm sot në këtë bashkëbisedë. Kështu që ne përveç asaj që ushqimit që do ta bëjmë gati, ne do të vazhdojmë së bashku tek një familje, përsëri do të jemi në fshatin në Janiev dhe do të sjellim edhe anën tjetër të familjes dhe do të përcjellim mesazhin e tyre për nevojat e tyre. Me kënaqësi patjetër. Faleminderit Bleron. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e mirë. Oh, mashallah. Oh, mashallah. Përshëndetje. Mos po le. Hey, kuroshe. Ai shoh çfarë jam? Da? Çish? A mund të të rrotë? Po, more. Po ku ti? Bleron? Dhe të vërdona si to, edhe rina e mërë si to. A i më mirë? Mirë, që shpo kalane? Apollone? Je moj? Je mirë? Jemi këtu në familjen e Bashkim Pacollit në Janiev, në komunën e Lipjanit. Siç po e shihni edhe vetë në çfarë kushteve jetojnë. Bashkim, kjo shtëpia a është e juve? Kjo e juve njerëz në kanë pasur një sheqot të 7 tjera që të poj. Po në kanë si qëta, se këna nejtë me një brekë që këna nejtë. Ja ti bejke në kanë më qëta. Unë kushte... Kushte të kasasërë të pishe dhëmë, 15 rina qëta. 15 antarje, ne? 15. Sa ju ka ndalë ndihmë komuna e Lipjanit apo institucione shtetërore? Këtë për komunës Lipjanit s'ka ndihme që. Për mjë dhe të rejna komunë Lipjanit dhe ina se nërë dhe. Kër po janë vëtat po vinë, po të dhe që këne nërë së muta kina e arqë. Atëherë ne bashkë do të bëjmë apel këtë shqiptarëve, ne jemi mundu të pakten për një periudhë kohore, të pakten me gjana ushqimore me ju ndihmu. Jemi së bashku këto është edhe Blerona Zeqiri, kështu që përmes këtij emisioni dhe përmes zërit tonë, unë besoj që shqiptarë gjithmonë ju kanë dashamirës edhe humane dhe gjithmonë ju kanë gjetë njerëzën në nevojë, kështu që unë kisha dashur që krejtëve ju bëj apel që të pakten institucione shtetërore, kryetarit komunës Lipjanit që të pakten kësaj familje me i dalë në krah dhe me i dalë në ndihmë, apo nëni diçka apo më të këna ponu, kështu këna boj sa pak drugë. Këna pas dënime shumë të rona, në kanë rrë për 30 dënime i kam. Komunës Lipjanit dhe Prishtinës. Mos besoj me të ka duke dënime, ne këna përmbajlë. Si po mbjetani në çfarë kushteve apo çysh sa po ja delni me gjëra materiale, me ushqim? Qysh po mujna. Kërë që kështë në alimon faleminderit, kur ka ndihma na bjen të shtëpi. E një sociale marrë që për një të porë që s'ka parë.
A i na vëllam këta. Po një shpi jam tërë. Që të me bërë një shpi të se pa të sora me ditë për ne. E shtëpia s'ka ujë, heqa? S'ka ujë. E qyshja deri ku merrni? Ka tjerë shumë. Që të kam tjerë. Gjëkonë se slipionët e Prishtinës si kam ketë pishë omorë. Ata shqit shumë mollë, në me një kolli dru mi metru. Kështu a ke tentu, a ke këshyrë na i kun me him punë, ose mi lyp punë, a i kujna? Valoj kom punu më të ka du drejt ma herët pak, a i këtë vozë e më shqitës. E kështu, bëllanë kom rëvë. Dhe një unë qabanë më puni. I e ki delë, tani më... Që të shka kom pas punë, të të rija. A një kuna e herë me shnet, kështu qysh janë, a keni pas e herë na i telosha? Ja, me shnet jena mirë. Shqyqyrë, shqyqyrë. Që të së se kina kërkone. Ne shqyqyrë në pakten. E fmit, shkollat, ajo Ja, si lërë? kam shkollë, tjerë si kam shkollë. Sa si në shkollë? Do 7 si në shkollë. Për çfarë arsye? Po dhe kusha trauma. A për shkak kushte, as shkollës mundi mi dërgua. Po. Që të shumë se ti në dojnë për një muaj, pjallën ka një fletyrë, ka një libër. A ju ka ndalë kështë ndim heq njerëzit her pasira, po jo? Përveç sa? Me kam pasu një farë i Prishtinës e kam marru, në hapu ka pak ndihma. Ta shëra me thija kështë në ruje, sa i gjakët në prike për bajram, në një majke. Pra të janë në këtë jaj, ta një ka një mu. Atëherë edhe njerë bashkarisht, po i themi, kështë shqiptarëve ndalë ndim, të pak të një kollë mbi kokë me abo si duhet edhe me realizu kushtet këtyre fëmive. Kështu që unë besoj që kësaj nismës tonë kanë një bashku edhe shumë shqiptarë. Por që ta fëmijë se shkonë në vjetë morë, që ta mirë atu. Unë besoj shumë që zëri do të ndëgjohet edhe kanë me dalë në krah, kushtet po e sheni edhe vetë në çfarë kushte shumë të vështira. Për mi 500 metra bojnë ujë, njovë janë ujë, e lanë gjësërë e në ujë. A kjo pjesa këtu nuk ka ujë heq, a? Jo, kanë ta kushia po në ori, kanë. Po? Se për dhejtë. Kanë 2-3 me mush ujë, mo nuk kanë. Po kështu ujë sjellë, sa ka ajo? Po, njovë janë jarë. Janë një sadhe e në ule manë, e në ule. A duhet një bonare, po qysh? Që po janë gruja një pilon ka 4-5 diga tërë. Mire pas për një mëj, gruja për një me milion. Ani shumë mirë, paktën bashkarisht. Sa të muja e sa të punojnë pas. Unë e besoj edhe mendimin e Zotit, bashkarisht doja dalim, kështu Se që... një malë që të ministrove, kem qashtu ka dhamë. Me këtë reja. E krejt që tu jetën, ja? E gjoni marrë rënë, që të nga që dojnë. Normalisht që dhe Blerona sot ka vendosë një zartë, sa të paktën këtë muaj me kalu, mos me pas për gjërat elementare nevoj, edhe besoj që kësaj nisme kanë ju bashku edhe shumë artista edhe shumë njerëz human me zemër të madhe. Zotë ishë për vlerë, ishë për një shpi jam të. Familja, kush do me kontaktu, janë numrat e kontaktit e emisionit tonë dhe Bashkim Pacolli, familjes në Janjev, për krejt interesun, për krejt shqiptarë që dojnë me ju gjinë pranë në nevoj, do i keni kontaktit, Bashkim Pacolli edhe njerë familja në nevoj, po isheni edhe vetë kushtet, besoj që ka nevoj më shumë se kur. Bleron, falimderit shumë. Falimderit që ma dha mundësin. Kjo është një zarf që sa të pak ne do mundohemi të ju gjindem në nevoj. Edhe besoj se kësaj nismës tonë kanë mi bashku krejt. Për një dëse vat një minë rejse e unë ma shumë së putu vetë. Që në nga bërë. Se ka shpia të atë në nuk imës më shpia mund që i teloshme. Me që të thafë, mi ma mirë që të këmë e dhejkë. Se me i nga për shpia të kuja. As dirë këtu nuk keni, ha? Ja, që të piku i pja këtë pita unë. As kuzhinë nuk keni? Ja, kërqë. Edhe kjo? Që i banë në Qëto, do me thoni Po, keni që ti jetë banjo. një vetën? Kjo banjo? Po, banë. Dhe në kam pas më në qovë. Që të bojnë api në flejbështë. Qoj? Me gatu, apo mund është me...
Ne po ju lojmë sot, për marrim më shumë kohë. Po. Faleminderit për ju, Besoj që shpërblet. apelin kena me qunë vend, besoj që mesazhin kena me mënu me përqu të krejt shqiptar. Faleminderit për ju. Zoti i ruaj. Edhe shpresoj që uroj që të bëhet më e mira për ju edhe të paktën një zgjidhje për familjen tuaj. Allah për një shpi, për të hadit, për një shpi. Inshallah. Përshëndes. Faleminderit. Çdo të mirë. Faleminderit. Po do po sot me fëmijë. Hajde shijeme për fëmijë besoj.